Në xhamin Mehmet Kuklibegu në Bresan, gjatë gjithë muajit të Ramazanit, para namazit të drekës, ikindiz dhe akshamit, janë lexuar mukabele. Pas përfundimit të hatmës, është bërë edhe duaja e saj në xhami. Vlen të theksohet se pas përfundimit të hatmës do të vazhdojë leximi i Kur'anit çdo ditë deri në fund të muajit të Ramazanit. Gjithashtu, duke filluar nga dita e nesërme, pra ditë e enjete, në këtë xhami do të organizohet edhe falja e namazit të natës për të dy gjinit, në përputhje me rekomandimet e Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Falënderimet dhe lavdrimet tona të shumta dhe sinqerta e shprehim vetëm Allahut xhelleshanu, i cili është njeri i vetmi që nuk ka shoq, ndërsa përshëndetjet tona me selavatet dhe selamje e dërgojmë zotërit ton Muhamedit alayhi salatu vesselam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjitha atyre të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. O Allah i madhrueshëm, prano për ne lutjet me të cilat i drejtohemi madhrisë tënde, sepse vetëm ti je që i pranon ato. O Zoti ynë, udhëzona në rrugë të drejtë dhe në rrugë të shpëtimit përndër të Kuranit të ndershëm dhe përndër të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Na fal neve o bamirës i përgjithshëm, na fal neve o mëshirues. O Zoti ynë, udhëzona në rrugë të drejtë dhe në rrugë të shpëtimit përndër të Kuranit të ndershëm dhe përndër të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Na fal neve o fisnik, na fal neve o mëshirues. Na i fal gjunat tona me mirësinë dhe bujarinë tënde, o bujari bujarëve. O Zot, na zbukuro me hijeshinë e Kur'anit, na fisnikro me fisnikrinë e Kur'anit, na fut në xhenet me ndërmjetësimin e Kur'anit. Na ruaj prej të ligave të kësaj bote dhe dënimit të botës së amshuar për hir të Kur'anit. Mëshiroj të gjithë ummetin e Muhamedit alayhi salatu vesselam, o mëshirues, o mëshirbërës. O Allahu ynë, na bën Kur'anin familjar të prijes dhe udhërefyes në të gjitha punët, fjalët dhe veprat tona. O Zot, Kur'ani na bën të afër në këtë botë, ndihmues për në varr, shpëtues në ditën e gjykimit. O Zot, na udhëzo me udhëzimin e Kur'anit, na shpëto prej zjarrit me fisnikrinë e Kur'anit, na ngrit gradat me mirësitë e Kur'anit, na mbulot tek qiejt me leximin e Kur'anit, o pronari i mirësive. O Allahu ynë, të lutemi na i pastro zemrat tona, mbuloj metat tona, na përmirësoj jetën dhe gjendjen tonë, shëron atë smurit tonë, na mundso t'i lajm borxhet tona, na ruaj fen pasurinë dhe atëun tonë prej të gjitha të këqijave dhe jep ju pasurinë të varfërve tonë. O Zot, dërgoje sevapin e kësaj drite që i kënduam dhe këtë hatme që e lexuam mbi shpirtin e madh të zotërit tonë Muhamedit alayhi salatu vesselam, edhe shpirtrave të familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë muslimanëve në përgjithësi, edhe mbi shpirtrat e prindërve tonë, vëllezërve dhe motrave tona, edhe mbi shpirtrat e mësuesve dhe dietarëve tonë, besimtarëve në përgjithësi, qofshin ata të gjallë apo të vdekur, e posaçërisht e diu atyre për cilët edhe është bërë në jetë. O Allah ynë i plotfuqishëm, me qenë se jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të lutemi që neve fillimin e saj ta bësh mëshirë, mesin e saj ta bësh falje për ne, dhe fundin e tij ta bësh shpëtim prej zjarrit të xhenemit. O Zoti ynë i plotfuqishëm, me të vërtetë ti e falës se don faljen, na fal neve. O Zoti ynë i plotfuqishëm, me të vërtetë ti e falës se don faljen, fali prin ton, fali gjithë besimtarët ditën e dhënies llogarisë. O Allah ynë i plotfuqishëm, në fund të lusim edhe njerëz në e pranosh të gjitha punët tona të mira, na shpërbesh me shpërblimet e shumta që gjenden te madhria jote, dhe na i falish të gjitha gjunat tona, ya Rabbel Alamin. O Zoti ynë, na merr shpirtin me lehtësi dhe me iman, dhe bëna që të vdesim si musliman të sinqert, e na mundson që fjala jone e fundit në këtë botë jetë Eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Na mundso Zot që sa maleti japim llogari për atë për veprat tona dhe na shpërblen me xhenetul firdaus të gjithë muslimanëve. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamatun alal mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha.